Teksa destinacionet më të famshme evropiane po përballen me rritje të çmimeve dhe mbi popullim turistësh, Shqipëria po konsolidohet si një alternativë ende pa zbuluar, ku vizitorët mund të përjetojnë bukuritë e kontinentit pa shpenzime të larta. Nga ujërat bruz të rivierës shqiptare te majat e egra të Alpeve, vendi ofron një kombinim të rrallë mes peizazheve mesdhetare, trashëgimisë kulturore dhe mikpritjes tradicionale. Shqipëria konsiderohet gjithashtu një vend shumë i sigurt për turistët, shkruan në revista e udhëtimeve Travel of Path, pasi ajo kryeson listën e vlerësimeve ndërkombëtare të sigurisë. Ku një element i rëndësishëm i kulturës shqiptare është koncepti besës, që përfaqëson një zotim deri dhe mikpritjeje. Për shumë shqiptar, mbrojtja dhe respektimi i mysafirit konsiderohet një përgjegjësi e rëndësishme morale dhe kulturore. Për ata që kërkojnë një aventurë autentike evropiane me natyrë të paprekur dhe kosto të përballueshme, Shqipëria ofron një nga alternativat më interesante të momentit. Bregdeti jugor shqiptar ofron pamje që rivalizojnë ishujt grek, përfshirë Korfuzin që ndodhet shumë pranë, por edhe Santorinin. Ksamili dhe Imara janë ndër zonat më të rekomanduara për shëndrim e buzdetit, shkruan Travel of Path. Një ndalesë për të gjithë ata që duan aventurën janë Alpet shqiptare, ku ecja mes shtigjeve të fshatrave Thedh dhe Valbon kalon përmes majave madhështore e gërqerore, pyjeve të dendura dhe luginave spektakolare.